Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pranuar një zarf nga presidenti i SBA-ve Donald Trump dhe zonja e parë Melanie Trump, përmes të cilit ata i urojnë asaj dhe zotërisë së parë Prindon Sadriut vitin e ri. Zarfin presidentes Osmani ja ka dorëzuar më 15 janar e ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Ano Pratipati. Gjatë takimit mes Osmanit dhe Pratipatit është diskutuar për mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit 2025 dhe për mbushjen e standardeve më të larta demokratike, duke theksuar rëndësinë e konstituimit sa më shpejt të institucioneve dhe formimin e qeverisë së re. Sipas njoftimit të presidencës, Osmani dhe Pratipati shkëmbyen gjithashtu pikpamje për një sër çështje të rëndësishme në rrafshin e bashkëpunimit bilateral. Presidenti Osmani theksoi përkushtimin e palëkundur të Kosovës për të ecur përpara krah për krah me Shtetet e Bashkuara në frymën e besimit të ndërsjellët, vlerave të përbashkëta dhe bashkërendimit të ngushtë në proceset strategjike.